Gara e ethshme brenda Partisë Demokratike për mandatin e Tiranës. Nga numërimi i 815 kutive, Jorida Tabaku ka fituar terren ndaj Ilir Ali Mehmetit, duke kaluar në avantazh. Deri më tani Jorida Tabaku ka grumbulluar 11.855 vota, ndërsa Ilir Ali Mehmeti 10.858 vota. Ky rezultat mund të ndryshojë deri në hapjen e kutisë fundit, pasi numërimi vijon ende. Gara mes Tabakut dhe Ali Mehmetit bëhet për mandatin e 13 të Partisë Demokratike në Tiranë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se ka përfunduar numërimi i votave të partive në të gjithë Shqipërinë, ndonse në faqen zyrtare janë pasqyruar vetëm 5.215 nga 5.225 kuti. Sipas shifrave zyrtare të raportuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, votat në çdo qark të përkthyera në mandate japin një tablo ku Partia Socialiste kryeson thellë me numër mandatesh. Kështu socialistët kanë marrë tjetër mandat në Vlorë duke shkuar në 83 mandate, ku rezultatin më të mirë e kanë në Tiranë, Fier, Durrës, Elbasan dhe Vlorë. Koalicioni të kryesuar nga Partia Demokratike i ka nikur 2 mandate në pak minuta, ai Vlorës dhe një në Tiranë që ja mori Partia Mundësia e Agron Shehajit. PD ka zbritur në 50 mandate, ndërsa Mundësia në 2 mandate. Sa i përket partive të tjera, PSD-ja e Tom Doshit është forcë e tretë politike në kuvend me 3 mandate. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet ka 1 mandat, ndërkohë Lëvizja Bashk 1 mandat. Partia Socialiste renditet e para me mbi 251.000 më shumë vota se Partia Demokratike, duke mos përfshirë këtu votat e diasporës.